non e të fëmijëve angazhuar edhe në punë, edhe të shtëpia, edhe të muzika, a është pak Jo, apo mundesh mi u dal? Po? po. Sepse i mendoj gjërat shumë pozitiv, Mhm. edhe mendoj që kur ki diçka me arrit në jetë, ose kur do me bo diçka mundesh me bo. Gjithçysh mundesh me bo. Mos t'i këshyrim këtu prapaskena që jëmë për mas, shembull, puna, shtëpia, fëmija. Po mundesh me arrit çdo sa nëse ti don. Nëse ti don. Po, veç nëse don, nëse Po, s'don s'ka shans. absolutisht. Çfarë lloj muzike bon? Kam fillu pak me ndru stilin. Do me thonë, jo me inspirume prej muzikës vajtuse, muzikave dashnis, jo si mentor kur ti ishi duli e këta, po jom të e bu një stil të rritë muzikës. Do me thonë, është pak afro style, pak e kombinume edhe me tekste melankolike, edhe më pëlqen që kjo që jom të e bu. është pak ma stil ma i ri, ma modern. Thënë, këtë stil ti e don me zhvillu, nuk Po. është diçka. Po. Producentët, tekst shkruesit, në kanë bashkëpunuar? Zakonisht tekstet i kom shkru vet, edhe i shkruj vet. Jom shumë inspirume për me shkru tekste, do me thonë melodiat e këto zakonisht i gjej, i blej, i paguj, ose e kom edhe producentin tem për momentin është Aton Beats, ai zakonisht mi bon kongt, miksimet, rekordimet e krejt. Po bashkëpunoj edhe me një studio në Kur, është qytetin e Kurit në këtu në kanton Zvicër? Graubünden, po. Bashkëpunoj edhe me ata janë Zvicran, edhe Ashtë edhe një shqiptar më duket të jenë landkuart. po edhe ai është Don Gjima. Don Gjima, Don po. Gjima e kom pas kongën e parë me Don Gjimën. Po? E kom bu miksimin edhe krejt kongën komplet është Don E Gjima. njohim edhe na përshëndesin Don Gjimën.